Apo ja nisim Ti të këshyr, unë të këcyr Apo ja nisim Apo ja nisim Ti të këshyr, unë të këcyr Apo ja nisim Hajde t'vim, jo një gotë bo 2-3 Se s'po mojum pa dashni Zemër ti, s'ka si ti Hajde tash, e ti vetë mos ri Se du me t'pas, ama një shans Ku je tash, të ti jam t'u ardh Hajde ti, ma nga 3 Se ti zemrën ma kesh Zonin tënd, kur e një Zemra re o vesh për ty Ne nuk ka pa ty Apo ja nisim Apo ja nisim Ti të këshyr, unë të këcyr Apo ja nisim Apo ja nisim Apo ja nisim Ti të këshyr, unë të këcyr Apo ja nisim Nuk ri Hajde pim Unë e ti Këcina bashk Sonte nuk porim Se du me t'pas Ama një shans Ku je tash Të ti jam t'u ardh Hajde ti Ma nga 3 Se ti zemrën ma kesh Zonin tënd Kur e një Zemra re o vesh për ty Ne nuk ka pa ty Apo ja nisim Apo ja nisim Ti të këshyr, unë të këcyr Apo ja nisim Apo ja nisim Apo ja nisim Ti të këshyr, unë të këcyr Apo ja nisim Përshëndetje dhe mirë si vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të vërtet gjithmonë ti tam bëj një disponim të bukur sot kur kam njerëz dhe pjesëtar të botës të artit, sidomos kur kam edhe talenta të ri, po edhe talenta shumë të suksesshëm. Sot kemi përzgjedhur një vajzë të bukur e cila është rrit e ka lind në Gjilan. Edhe është një vajzë shumë e suksesshëm. Vjollca Osmani Leila, e ka marrë një emër Leila, tash do ta pyesim se çysh e tek. Atëherë është një këngëtare re shqiptare e njohur që nga fëmijëria për pjesëmarrjen në festivalet për fëmijë dhe karriera e saj muzikore që nga viti 2018. Ajo ka filluar të këndojë, të vallëzojë që moshën 5 vjeçare. Wow! Dhe ka studiuar piano. Sa bukur. Mirë se ke ardhur, Vjollca, si je mirë? Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ndëgja, me të vërtet, kur ndëgjova këngët e tua, sidomos ato këngët e bukura, relaksuese, ato këngët e sidomos do videoklipa që kishe bërë tash marrë zot kjo, nuk e di çka janë të bëhet në Kosovë ose si të xhirojnë ato, po ju bojnë sikur me kanën sikur ato që bin ato yjet prej qiellit dhe dalin disa të bukura. Mirë se ke ardhur sot dhe mirë se ke gjetën edhe ka ndërmend pak me të kthy pak mrapa. Pi 5 vjeçë që ke bo, apo albedit? Me të s'po pres. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Unë jam Vjollca Osmani, për ndryshe emri im artistik është Leila. Që
një vjet e pak, jam emërtu me këtë emër për shkak që mu ka dok një emër i kapshëm si emër artistik për publikun. Leila gjithashtu kuptimi është vjollcë, Leila që përdoren në Shqipëri si ngjyra vjollce. Prandaj edhe komilion më ka dok i kapshëm edhe më ka pëlqyer gjithmonë emri Leila. Për ndryshe, unë jam marrë me muzikë qysh në moshën 5 vjeçare që tregove edhe ti. Kam studiu për piano, kam studiu për solo këndim, muzikë klasike në shkollë të mesme, edhe në fillore gjithashtu për muzikë, edhe fakultetin e kam kryer për muzikë moderne, pak kompozim edhe pak solo këndim, edhe tash sa jam kthy prej Suedis, e kam kryer edhe atje një shkollim. Vjollca, ndëgja kur je në përformim, gjithmonë nxitan, gutesh. Jo tregolona, jo floku, jo me hi me këndu, jo çka me bo, jo tek me bo, gjithmonë çka në mendja tu se qysh me mu duk sa ma bukur, qysh me dal sa ma bukur edhe qysh me dal zani. Por on sot do të rikujtoj pak tyje, çka ma në men ato 5 vjet, a ka nejsen gjini familje ose nga rrjedh kjo muzika jote që ti u inspirove, ka u inspirove ka qere? Atëherë me tregu drejt, prej anës familjes tem, kërkush nuk mirët me muzikë. Halo jo, kërkush s'ka dal, tash shumë me gjeneratat të tjera. Mirë, po kërkush nuk mirët me muzikë. Familja jam mirët me një biznes, shumë të suksesshëm. Edhe më ka ra pak si shumë e najt vetë kërë jam konë në vogël, para televizorit, edhe gjithmonë më kam pëlqy, jo filmat vizatimor për fëmijë, po gjithmonë më kam pëlqy festivalet, muzika, edhe prej që aty e kanë pa edhe prindrit e mi, familja jam që kjo qik, diçka me muzikë po se çka, se dina, edhe ndërkohë kanë dërgu në përkurse për piano, për vallëzime, moderne, popullore, domethënë të gjitha zhanrat i kam provu, derisa e kam pa që e kam gjetë veten në piano, në balada, në muzika të ndryshme, këngë vjetra qytetare, edhe që shto ka lind këtë ideja, domethënë prej televizorit, prej dëshirës tem, emocioni fytyrë mimika që i kom bo kur i kom pa festivalet në televizor, prej aty të ka fillu domethënë, edhe jam shumë mirënjohëse edhe falenderuese ndaj familjes që kanë arrit me pa se çka unë po du me bo, edhe më kanë shtyr deri më sot dhe alo mbështetja e ma e madhe për me mbri unë në muzikën në botën që unë kam qef me konë pjesë. Fillove në festivale, si shumë e re, edhe hapi parë në festival, çfarë emocioni më kanë ato? Këngën e parë që kom pasu kom pralla në internet, sa pas fillu interneti mu bo shumë viral në atë kohë, edhe 10 këngë kom pas për fëmijë, edhe e maj men që herën e parë kur kom dalë në skenë me qëtë këngë, jam kom vish 6 vjeç, e kom një festival për fëmijë gjatë mujit qershor, nëse s'ka bëj, edhe kom pas shumë emocione, veç e di që pavarësisht emocioneve, gjithmonë jam kon e lirë në skenë. Domethënë e kom pa që unë përgjej veten në skenë edhe emocionet kur nuk ma kanë mbyta dëshirën për më konë në lëvizëse ose më konë atraktive në skenë. Po është emocion shumë i bukur edhe e moj me normal, e kom pas një vëstan bardhvesh, edhe një fakt interesant për mu është që mame mi ka rujt ketë veshët që i kom pas prej fillimit që kom dalë në skenë deri më sot. Asnjë nuk ma ka gjujt. Mos o kona e fustan, diçka që ka paraqitur zizat e flakës, dhej. U kon një bardhë di me ziza pak, po interesant u kon shumë. Edhe në vitin 2014, ke more pjesë në zizat e flakës 2014 me kënga Superstar, bashkë me Era Mustafën dhe Elda Bunjakun, apo? O konë qështu? Po. Kusa. Star Girls. Pas na shku shumë larg, edhe pas na gjetë gjithë shka. Unë ktheve shumë kohë. Star Girls është një këngë që na ka shkrujt, e ka kompozu Kushtrem Jakupi, për ndryshe është drejtori i shkollës muzikës, ku ne kom kryer shkollën e muzikës në Gjilan. Edhe është kënga fituese për në Lyra Fest, pastaj kena qenë mysafire tek Zizat e Flakës. Është një këngë shumë e bukur, edhe për natë kohë na kon hit. Do me thonë atre vajzat, jena shoqe, akoma jena shoqe, i kena kontaktet.
është një këngë shumë e bukur, shumë e veçantë edhe e di që jena mundu shumë me bo edhe koreografi edhe me veshje mu mundu ashtu, kena shku çdo sen ekstra, edhe pse jena konë shumë të vogla. Atëherë pra, a kisha mujtën se thuhet një fjalë popullore, këngëtarin me diskutu, me fol, vetëm hup kohë kot. Kështu që mund është më nej këndu një refren të asaj këngës të parë që i ka qenën atëherë. Din. Pashe para e para? Qëlla dush, s'ka problem, ishtë një refren të vëqër pak, që të sa më të fresku pak. Po s'po di kom shumë këngë të bukra, cilat Se i ka kompozuar. ne do të lëshojna kështu edhe nga YouTube, por është mirë me ndëgju zërin e ambël qysh të papërpunuar. Okej, do është edhe me cek normal që çdo 10 këngë për fëmijë që i kom pas që kom fillu safe të karrierën, domethënë fillimet e mia, muzikën është Dëfrin Beluli, ai gjithashtu u kona profesori jam për piano, edhe në shkollë fillore edhe të mesme të muzikës, ka ndjek deri tash, domethënë edhe ketë ata cilët i kom pas ofert, hala më mbështesin, edhe për shto jam shumë mirënjohëse, siç e thash edhe më herët. Naj këngë për fëmijë, qa kom naj një. Okej, për thëmë këngën e tretë, jam kom pjesëmarrëse në Ferizade kom marrë çmimin e RTK-s, është Fylli Magjik. Është një këngë shumë e bukur, edhe kom pas koreograf në skenë. Fillon, është refreni, Fyllim është magjik, me të luaj natë e ditë, luaj, e vallëzoj, këtë melodi që e dëgjon. Si po duket Ky ka qenë refreni. Si po duket vetja kur të rikthehesh edhe i kujton, me qenë se te je re, por kur kalon pak do vite, duket vetja thu, hej, qa pas të bo ma heret, kështu. Hapat e parë kur fillove në piano, se kemi parë që edhe me pianon, e donë shumë pianon. Si ka qena inspirimi i pianos edhe ti ke fillu të këndosh këngë për fëmijë, edhe ke dalë tani te piano. Që është piano është një ndër instrumentet më modern në botë, që ndëgjohet gjithkohë. E vërtet. Piano se di, më ka të rek shumë kur i kom pa festivalet, edhe tana ndërkohë e di që edhe prindrit më kanë tregu që piano është shumë e bukur, edhe pse nuk ma kanë imponu asnjëherë, se më kanë pyet a do të pëlqen violina, gitarja, piano, por nuk e di veten e kom gjetë shumë në piano dhe tepër më ka pëlqyer kur kom fillu me e mbajt kursin për piano, edhe tani shkollën normal, kështu që se di, piano për mua është shoqja më e ngushtë, nuk e di. Edhe fillove, bësh edhe pak videoklipe në atë kohë ka pak, ke bërë? Po, kur jam konë e vogël, fëmijë, e kom një videoklip, edhe tanaj vitin e kalum, do me thonë kom fillu tamën me emrin artistik Leila dhe me një frymë tjetër të muzikës moderne në këtë rast, edhe muzikës komerciale, me bo videoklipe, tash që më i kom 6 videoklipen edhe muzika në YouTube me qëtë frymën e re. Tasht, si po mirë priten këto videoklipet e juaj me qenë se i kam pa edhe do t'i shikojmë, kam pa një verzion të muzikës, një performim shumë interesant. Si ke pru këtë rrymën ta bësh këtë performim të muzikës shumë interesante se ka do përcaktohen muzikë popullore, original. Por ti ke bo një farë komponimi diçka kemi parë. Nga janë to ideja të kompozitorit, apo janë tuat, apo si janë to? Atëherë çdo muzikat që deri tash i kom publiku janë komplet të përpunuara prej meje, si melodi dhe tekst. Ndërkohë kam qenë me ekip që kom pas producenter në Sopin edhe për videoklipe komponu Mardit Berishën. Edhe këtë ideja ka qenë që jo me sjell një frymë tre, po me sjell një vajzë me stil 3, se fryma që unë e këndoj veç se është në skenë, është e njohur prej publikut, po është muzikë shumë e kapshme edhe unë e kom gjetë veten në atë pikë.
Kështu që më ka pëlqyer shumë me sfidu veten, me shkruaj tekste të tilla, melodi të reja, të cilat unë nuk i kam bu më herët. Sonë zakonisht kam shkruaj veç balada, po edhe që ky stil është shumë i bukur edhe më ka pëlqyer tepër për me e punu. Publiku e ka prit tepër mirë, është diçka shumë e re prej anës tem, se nuk më kam pas një herë në çet formë, po e kam prit shumë mirë edhe po i pëlqen, kështu që prandaj edhe kam vazhdu vetë se më marr me çet pjesë. Sa keni të lodhshme e të zërshme kur bëni përgatitjen e videoklipit, edhe nuk është të thonë aty vetëm të këndohet kënga, se shumica e këngave shpesh herë këndohet në studio, bëhet zëri. Pastaj ai ambienti i bukur që i kompone, ato vendet e bukura, ajo si thon skenografia, veshja, dukja, përmbajtja, a jeti vetë e përpikt për këto sana, apo vetëm çështë të koreografi ose skenaristi thotë, kime bë këto, kime bë këto, se këtë sekret po du me ditën se është një. Okej, kë është një sekret shumë i bukur. Në fakt, unë me shokët e me që bashkëpunoj, që ata që i përmenda Arnesin edhe Arditin, jena mundu krejt vetë me bo. Me skenografi, me ideja, me veshje, me këtë gjërat jena mundu bashkë me bo, edhe ka ndalë tepër i ditë bukra, se jena edhe tri, jena shumë fresh me ideja, jena shumë kreativ, edhe prandaj ka ndalë edhe shumë bukur. Një fakt interesant gjithashtu na jena të tret me një gjenerat, unë jam vesh 21 vjeçe, edhe ata dy gjithashtu, dhe kështu që jena shumë fresh me mendime dhe prandaj kreativiteti jo na ka çu deri në çat pikë që kena arrit me bo shumë skenat e bukura, veshjet, idejat edhe çdo sa ka dalë shumë bukur. Stresuese është shumë. Se Kjo po më intereson mu më shumë të nga i keni marrë, nga ju ka marrë të ideja, keni marrën prej duke shikuar disa videoklipe tjera, po të shikue gjërat interesante që nuk ka, do të thonë që keni çpik diçka vetë? Shumicën e rastëv normal që jena frymëzua edhe prej videoklipeve tjera, po jo ashtu me vjedh ideja, po thjesht me marr ideja edhe me bo diçka tonën pastaj. Por shumicën e rastëv po, se është shumë vështirë me bo diçka vetë prej fillimit edhe shumica ideja njerëzit veç se i kanë. Kështu që deri tash që ato që jena mundu i kena marrë prej shumë senëv, kena kena kërku edhe Google, foto, ideja, gjithashtu edhe disa spote, videoklipe që i kena pas, mamin e kam shumë kreative dhe shumë është e mirë me dekore, kështu që edhe ajo na ka dekoru disa skena, shumë bukra, kështu që kam pas mbështetje dhe ideja prej shumë njerëzve, edhe kam pas ta na e fletë punën. Si e vlerësoni ju si një artiste e re edhe një artiste me të vërtetë me një muzikë moderne ose si ta quajmë një muzikë shumë të bukur, sa po kërkohet kjo e jotja, sa po kërkohet popullorja? Mundesh me bo bashkëpunim edhe me popullorën, mundesh me i lidhen, që me thonë, hej, gjatë performimit për videoklipe do të bëj diçka shumë interesant, por kështu në mbrëmje do të shkoj do të këndoj dikon, edhe sa do qofë që publiku njerëzit, shqiptarët e tonë, të edhin që pa kërcy neve nuk na shkon, apo kupton. Kështu si e mendon ti si e re që je? Atëherë, unë kam shumë respekt për gjitha llojet e zhanrave, qoftë ajo moderne, popullore e tjera. Unë gjithashtu përveç se bëj videoklipe, unë këndoj edhe në për neja, në për kafeteritë të ndryshme, restorante, edhe normal që muzika popullore është gjithmonë pjesë e nejes tam. Unë jam shumë pro muzikave dhe zhanreve, mirë po vetën unë ma shumë e gjej në muzikën komerciale ose balada për ndryshe. Këndoj edhe muzikë popullore, mirë po nuk kisha dash me pas bashkëpunim për muzikë popullore, se nuk është vendi jam që aty. Atëherë pra unë dhe të them se unë vetë jam ai personi që shpesh herë kuptohet, darsmat i kanë ato qefet e veta, i kanë ato gjanat e veta, po unë për veti si personalitet edhe ka shumë njerëz që tasht me avancimin e teknologjisë, e internetit dhe gjanave që i shikojme
moderne, besoj që shumica e njerëzve do të ndihen mirë të shkojnë për shembull në një restoran dhe të relaksohen dhe të ndëgjojnë një baladë ose një muzikë të lehtë ose një muzikë siç kënoni ju dhe aty të motivohet edhe të thotë le besoj që u kënaqesha. Kështu që a ka filluar në Kosovë atje, se me qenë se na prej Amerikës na pak pa ndryshe jemi këto edhe na duket neve atje çdo ndryshim që po bëhet atje, po thojna ma para po vjen atje në vendet tona se këto në Amerikë. Po, e vërtet, Kosova për pjesën sa i përket muzikës ka përparu tepër shumë. Edhe tash edhe dasmat që po bëhen, po janë shumë moderne. Po marrin zhanre ndryshme dhe me të cilat gjitha zhanret po janë shumë të pritura mirë prej publikut, prej njerëzve, prej musafirëve, kështu që mendoj që edhe baladat, edhe këngë komerciale, edhe këngë ma hip-hop janë tu prit shumë mirë prej gjithëve dhe po përdoren edhe për dasma shumë. Kështu që jam shumë me fat që jam vetë e lindur edhe tu kriju edhe tu zhvillu në çet kohë. Atëherë, pra, me të vërtet duhet të flas me ty ende edhe më shumë se çdo herë një artist i ri ka çka nxjerr prej pjesës ti të artit, por unë po këndaqem edhe të kënaqemi bare sa do qofti ndëgjojmë edhe disa këngë, videoklipe tuat që me të vërtet unë i kam dëgjuar, po do të dëgjojnë edhe publiku, por kisha pasën dëshirë më shumë ti se ku mujnë njerëzit më të kontaktu, se tash i ka shumë vende ose restorante moderne që kanë dëshirë për shkakun ta kenë këtë vajzë të bukur, këtë interpretim të bukur që ti e ban edhe ku mund të ngjej njerëzit tyje. Atëherë, zakonisht rrjetin social që ne përdorim më shumë është Instagrami, Vjollce.Osmani, kështu që kushdo qoftë që ka qef me më kontaktua dhe me më pas pjesë një nejes ose çka do qoftë, unë jam open për të gjitha gjërat. Atëherë do të pyes pak planet e tua, programet e tua të reja, se të den se ne kemi dëshirë pak edhe me ditë se çka po bëhet edhe në vijim të dim edhe publiku të dinë se çka pritet prej teje në të ardhmen. Atëherë, unë lajmi më i ri që tash muna me thonë është që bashkëpunimi jam i parë është zhvillu dhe besoj që këtë javë do të lansohet. Projekti jam i parë, bashkëpunimi jam i parë që ko me bo është me Rabitin, është një shqiptar që jeton në Zvicër edhe në krah të labelit Elite Entertainment jena duke bo bashkëpunimin edhe është një këngë shumë e bukur, shumë verore, cilën besoj që njerëzit kanë me prit tepër mirë dhe kam i pëlqy. Çdo sa deri tash ka ecë tepër mirë, kështu që mendjes po plas me dal edhe me fillu verën shumë ngrohtë, shumë bukur, shumë atraktive. Atëherë, a ka mundsi pak më na tregu timet e tua në për Evropë ke dalë? Po. Na i trego vendet më të bukura ku ke qenë edhe performancat e tua ku jeni vetë mirë. Atëherë, për herë të parë që kom dalë jashtë vendit edhe që kom përfaqësu Kosovën edhe Shqipërinë, ka qenë në Sloveni, në vitin 2017. Kanë qenë 60 konkurrent, të cilët kanë këndu 2 net me këngë cover. Edhe unë prej 60 konkurrentëve jam zgjedhur në top 4-shën më të mirë. Gjithashtu pas saj kom marrë 11 ftesa në gjithë Evropën për me shku me përfaqësu Kosovën në Shqipërinë. Pas asaj unë zgjedha me shku në Maltë, edhe atë gjithashtu kam qenë në top 5-shën më të mirë. Në Maltë edhe ka qenë një njëti konstrukti festivalit me 60 konkurrent nga e mbar bota. Edhe janë 2 eksperiencat e mia më të bukura, edhe ka qenë hera e parë për mua që kom këndu live, me këngë cover edhe me këngë shumë të vështira për mua në atë kohë. Dhe tash, sa jam kthy prej Suedisë, atë kom kryer një trajnim për produksion, për muzikë, për këngë shkrem, për krijim të melodive, edhe tash kom diplomu, edhe jam shumë e lumtur që kom marrë pjesë në çet shkollë edhe në çet trajnim, edhe kom ardhur në Kosovë me shumë sene të reja. Atëherë, pra si qëndron edhe muzika angleze, a ke ndërmend bësh edhe anglisht?
atëherë sa kesh në Suedi, kom kriju muzikë veç anglisht, tekste veç anglisht. Kështu që besoj që edhe një bashkëpunim kam me një vajzë prej Kalifornisë. Serion kena përzi edhe anglisht edhe shqip të dyjat, kështu që jena të bu një kombinim shumë bukur, edhe besoj që ato kena me zhvillu edhe mendës po pres edhe ajo me dalë, mu publiku. Vajza ka marrë në Kosovë në Korek, është musafir të kon, edhe kena me zhvillu këngën gjithashtu me videoklip. Atëherë po më duket se Dua Lipa nuk për ngre ka kamën zhak këtë. Po marrë ka dhe njerëz të mirë, që ja vlen me të vërtet shqiptarët tona, vajzat tona, djemë tonë, janë numër 1 në performimin e muzikës edhe e diju në atë që çdo sen që ne bojmë shqiptarët tonë, pa marrë parasysh në cilat vende troj jemi, ne e tregojmë vetveten si në art, si në kulturë, si në muzikë, si në asi. Për fond, beso nuk më pritet ti ndëgjojnë edhe publiku disa klipet e tua, kështu për fond e kam një mesazh për të gjithë shqiptarët si e mendan edhe si duhet për të gjithë shqiptarët anë mba ku do që janë në botë. Edhe në për një intervista tjera që kom pas mesazh, e kom thonë gjithmonë njëjtën sen edhe i qëndroj prapa fjalisë që gjithmonë e them është që sa do talent me pas, besoj që puna e arrin ketë qëllimet e tua, kështu që me punë gjithçka bëhet, kështu që kush do të qofë që dënë me bo diçka me arrit, diçka qofë muzikë, qofë një lami tjetër, mendoj që veç me punë të gjitha bohen, kështu që mos u ndani veç punoni. Pra, për mua ishte një kënaqësi madhe, me të vërtetë që po shfaqen sidomos talentat e ri dhe artistat të ri si që jeni ju e shumë tjerë. Pra, unë të falemnderoj shumë edhe ishte një kënaqësi e imja që nëpërmes shkëmbimit të bisedës tonë treguat sa do qofë për jetën e juaj pak, për sakrificat edhe për suksesin juaj. Mirë mbeqim edhe besoj që nuk do të lëmë këtë, do të mundohem që të kem edhe për një vjet a dy, besoj që aq shumë do të kesh punë, ndoshta mundesh me thonë Noli s'kam kohë, po besoj që do ta gjesh kohën. Do ta gjej kohën, faleminderit shumë, është kënaqësi e imja me qenë pjesë e intervistës me ju. Qoftë edhe online, është shumë kënaqësi për mua. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues, kudo që jeni, është një kënaqësi e madhe kur kem artista të ri edhe me të vërtet, me bukurinë e tyre, me talentin e tyre, me energjinë e tyre pozitive e japin atë më të bukurën për shqiptarinë tonë. Pra mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV, këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku shikohet në kanalin 39 dhe në TV Alp, kurse në Nimi TV në kanalin 250 ku mund të shikoni të gjitha emisionet tona Dashni, bushi kodat me raki, po pi, për dashnin ti me unë po pi. Su me dit ma ti ku je, su me dit qysh je të ndje, mes neve kur gjo nuk ka met, zemrën të mes më nësh me ple. Halo po përseo të si hije, tapën me një emrin pa vedije, po ma vje zemrën si me hire. Hale po përseo të si hije, tapën me një emrin pa vedije, po ma vje zemrën si me hire. S'muna me kona dy bashk, s'muna shma fruti prap, po përcjell si psikopat, ti e manjak. S'muna me kona dy bashk, s'muna shma fruti prap, po përcjell si psikopat, ti e manjak. Ti e manjak, relak prej me e mos hajde ka shgat, po përcjell çdo hap që e bëj te unë bjem prap. Nuk e di pse s'kupton, po pengon edhe po m'lëndona. Shumë von, vete prom, pa mos ki ku shkona. Hale po përseo të si hije, tapën me një emrin pa vedije, po ma vje zemrën si me hire. Hale po përseo të si hije, tapën me një emrin pa vedije, po ma vje
afru ti prap, po për cilë si psikopat.